Mirëmëngjesi, ju përshëndesim. Mirëmëngjes. Në Rezedielli në kuzhinë jemi me produktet gati për nisur me recetat tona, kështu që na ndiqni deri në orën 10 me gatimin, më pas do të zhvillojmë bisedat në studio, kështu që jemi plot energji për t'ju sjell, besoj, edhe sot momente shoqëruese të mëngjeseve tuaja. Shpresoj të keni pirë kafen apo jeni duke na ndjekur dhe do t'ju prezantoj me përbërësit e recetës së parë. Shoqëruese, argëtuese, emocionuese. Pak nga të gjitha. Nga të gjitha ka kjo vallja jonë. Valle, po valle e përditshme, se ato vallet e njëherë në ca kohë e i përballojmë, po këto vallet e përditshme duhen luajtur mirë, thot populli. Tani, ne kemi fileto pule sot. Atëherë. E largoj pak sa të dyja këtu. Këto brum? Dhe. Po. Oke, tregoj më pas përse kemi brumin sot. Le të bëjmë fillim fare marinimin në mishit pulës, edhe më pas jemi me të tjerat. Kam kosin. Shtoj të gjitha erëzat. Piper të kuq të ëmbël ose paprika. Rigon. Piper. Hudhër. Sikur se krip. Bën mirë. Shtoj dhe pak vaj ulliri. Marr një lugë më të madhe. Gjithë kjo masë është për të marinuar mishin e pulës. I e përshije shumë. E përzije deri sa të jetë e një trajqme, mos ngele si puna e mjellit kosi. Kështu si topat vogla. Prandaj dhe vaj e ndihmon. Edhe pak ose fare vaj. Dhe kam. Një qep që e ndaj. Po, ti tregoj... Ti i tregon, edhe unë shtoj... Ti tregoj përbërësit, se e dim që zonja Albana po gatuan, po të vendosim edhe recetën e filetës, se ishte strisha që po gatuan vetëm. Fileto pule të marinuara me kos dhe me erza, do të piqet në furë. Ju duhen 4 fileto pule, ju duhet 250 gram kos, një lugë çaj paprika, një lugë çaj rigon, hudhër plur, krip, piper i zi, borzilok të thatë, e të tjere erzat, të cilat ju dëshironi që t'i ndjeni kur e konsumoni fileton e pulës. Thjesht një marinim, në të cilën më pas do të zhytet, do të ngjyhet mirë, në këtë salcë marinuse, mishi pulës, ja, duket se nuk është trashësia, konsistenca e duhur e salcës. Ja, e vendos këtu. Filloj me masë tjetër. Opa, këtu edhe tjetra. Rritani këtu bollë. Po s'ka gjë se ato do t'piqen, do t'i vendosësh njëra mbi tjetrën. Patjetër që ka gjë, sepse nëse unë nuk i vendos njëra mbi tjetrën. Atëherë, këtu, një. Shtoj edhe pjesën tjetër këtu. Sikurse edhe ja qëndruan. Dihet që kur kemi të bëjmë me marinime, mirë është të qëndrojnë për disa minuta, që të shpërndahen ato aromat, shihet. Do ta marrë dhe vendos direkte në furrë. Do të piqet që më pas të
të viti receta tjetër gjë që e them, opa, në momentin e duhur, e vendos të furr. E pra fileto pule të marinuara me kos dhe erza, një kos jo i lëngshëm, tjeti plot si që pat në përzierje dhe erza të ndryshme që ja shtuam. E marinuam pulën. E vendos të furr. Dalëm ashtu me atë shkopin metalik dhe me qepët që të piqet. Ul paksa. Në vazhdim do t'ju tregojmë pastaj se si do t'jetë dhe gjendja, por besoj se erzat i kuptuat, piper i kuq, t'jape atë ngjyrën e bukur, piper fëzi, bërzilok, hudhër kruhur, lip, dhe pastaj mund të shtoni dhe erzat të tjera në varësi të shijeve që do t'i jepni. Ne do ta lëmë kështu të piqet. Ç'a temperaturë e vëmë? Te 200-ta. Te 200-ta sepse nuk është furr profesionale. I largoj dhe këto si nuk më duan, dhe pa tjetër që vi. Është pjekur, është bërë gati filetoja? Faktikisht është e nxehtë, e marinuar me kos erza. Që të më japi aromë. Kuptohet që është shumë e nxehtë sapo e nxjerrën. Por e shikoni shumë mirë që nga pjekur mirë shumë. Niki, më bëj një pite gati të lutem. Po. Do shta këtë që e preve me marim këtë tjetër, kjo ishte si më e plot. Do t'i mbushim pitet me fileton e marinuar. Gëshërën e kemi aty tek sishtari, ose të marri një thik,